sot e disiplinojmë veten në emër të mirëqenies, produktivitetit, ishe këto si dy gjëra të kundërta apo si dy versione të ndryshme të njëjtës dëshirë për kontroll? Këto janë shumë të së kundërtës të dy ideologjive të ndryshme mi bot kuptimin mi trupin. Pra dhe komunizmi kërkon dhe vetë disiplinim, por dhe bota kapitaliste kërkon vetë disiplinim. Pra janë pjesë të logjika disiplinuese pavarësisht strukturës ekonomike të shoqërisë. Vetë ideja e lirisë në këtë sens, si ide ku liria është e gjithsekujt, askush nuk ta merr lirinë tënde, është pjesë mund të shikohet si pjesë e një praktike disiplinare ku rendi shoqëror dominues në këtë moment, po përdor mekanizmat e vet për të deleguar nga institucioni përgjegjësinë tek individi duke vendosur brenda një kontureve po disiplinare. Kështu që në këtë sens rendi shoqëror nuk do e lënë kurrë në dorë individin lirinë e plot. Por liria e plot në këtë sens do jetë pikërisht në përballjen që individi e plot. Liria, me aq sa ne mund liria do jetë pikërisht në përplasjen përballjen që individi do ketë me sistemet shoqërore.